Presidenti Bamir Topi dhe kryeprokurorja Ina Rama kishin paraprogatitur një grup hetimor për të hetuar veprimtarinë e kryeministrit Sali Berisha gjatë 21 janarit. Në raportimin e tij në komisionin hetimor, kryeministri Sali Berisha shkoi më tej me akuza drejtuar Kreut të Shtetit dhe organit të akuzës, kur tha se në bashkëpunim presidenti Topi dhe kryeprokurorja Ina Rama kishin ngritur një grup hetimor që në rast se qeveria nuk do të binte gjatë puçit, do të ishte pikërisht ky grup i cili do të hetonte veprimtarinë e kryeministrit. Shefi i ekzekutivit ka kërkuar nga komisioni hetimor që të hetojë pikërisht presidentin Topi, kryeprokurorën si dhe Kreun e Shish, si element kyç të asaj që Berisha ka cilësuar puç shteti. Burimet direkt nga prokuroria më informojnë mua se në prokurorinë e shtetit ishte i përgatitur grupi gatshëm i cili në rast se kryeministri nuk do eliminohej në puç, do të merrej me hetimin e tij. Nga prokuroria e shtetit më njoftojnë mua se ky është urdhër direkt i prokurorës përgjithshme në bashkëpunim me Kreun e Shtetit. Ndërkohë, të nderuar deputet, në deklaratën që kryetari i shtetit kishte lëshuar në masditën kulmin e agresionit ndaj Këshillit të Ministrave, shkëlqësia e tij nuk citonte as dhe një herë të vetme fjalën dhunë. Shkëlqësia e tij, presidenti i Republikës, i kërkonte të gjithë faktorëve të negociacionit për të qetësuar demonstruesin. Ndërkohë, dërgonte zëdhënësit e tij pa shpallur në Top Channel, ku shprehshin se Berisha duhet të negociojë me banditët. Këto janë problemet. Një besprerë dilte aty dhe thoshte se Berisha duhet të shqyrtojë, zbërthente atë që kishte, nuk mora vesh se kush ja kishte shkruajt shokut atë komunikat, ky ati ja pa i këtij. Pra, i kërkoi kryeministrit rrethur që të turpronte flamurin, negocionte me bandit. Kjo është deklarata. Presidenti i Republikës duhet t'jap shpjegime. Çfarë ja lidhi syt atij? Dhe që nuk pa dhunën që panë gjithë shqiptarët kundër një institucioni kushtetues. Cilat ishin ato mure që nuk e lanë atë të shoh? Cilat ishin ato ekrane që nuk ja paraqiten atij këtë dhunë? Komisioni hetimor për ngjarjen e 21 janarit thirrri në seancë dëgjimore kryeministrin Sali Berisha, i cili paraqiti në pranitë të medias gjithë informacionit dhe detajet që ai disponon për ngjarjen e 21 janarit, ku gjatë demonstratës së opozitës humbën jetën 3 persona dhe një i katërt vazhdon betejën me vdekjen. Kreu i qeverisë për 2 orë të plota ka ritheksuar qëndrimin e tij se rrethimi i kryeministrisë nga banditët ishte një puçi organizuar shteti ku përveç opozitës morën pjesë edhe disa institucione kushtetuese, duke i referuar kryeprokurorës, drejtorit të Shish dhe presidentit të Republikës.